të më thonë të shkrujt spion. 630 faqe dosje. Gjeni një gërb. Gjeni një gërb. I di spionët ku shone. I di spionët ku shone. Gjithë ke PD-ja i ke pas. Ke kërësia PD-s i ke pas. Ke rilindja demokratike i ke pas. Hajde në shi, mëna tani ko. I thua dja, thuj qa dush. Edi Ramën unë e njof këtë mi nuk ka qenë spion. Thuj qa dush, i lujt menç. Psikopat, thuj qa dush. Spion e di Rama, pa jinim të rezim. Psikopat pra. Po, jo me i thoni ju. I thoni ju, me i thoni ju. I thoni ju. Pa pëtem që ju psikopat. Pa edhe spion. Si si jo vjetë turë për burë. Si si jo vjetë turë. Të lutem. Po që turës me burë. To gjona ka në spionët. Për spionët të kini pas me vete. Jemi së bashku për protestën. Ka një thirrje për protestë edhe më të madhe kombëtare nesër. Partia Socialiste organizon protestën për Partinë Socialiste. Kur s'keni për ta në pushtet. Të t'jeni me një hapët, pik, ju ka një lora akoma. Ju ka një lora 19. Okej. Mos o revoltohet. Jo mos revoltohet. Të djekë në kora ty. Kjo lloj bashkëjetese. Mund djekë, hajde më bërë për bërë. E protestës edhe e festës. Kush muhe? Se atje nda shapi nga shëqeri. Po nda, po da shapi më. Qa shapi më? Që shapi tjerë ka komiteti gjendërore, ka spion të sigurimit? Hajde. So fillu me atë liderin, herojnë legjendare? Po i gëtë, është i presej. Jo me mu, Ilir, jo me mu. Jo, ma me ty e me cilin do të betëm për të rykëm njëri unë. O, s'kam asi kompleks. Nuk ka gjo që mi shtërngot topë. Nuk ka gjo që mi shtërngot topë. Listën e lomëve. Nuk ka gjo që mi shtërngot topë. Unë e njoh listën e lomëve. Mere mund. Listën e lomëve e di mirë unë. Të lutem. Hajde, listën e eshin ti. Listën e rënditjen numerike të lomëve i njoh mirë. Kreshnik. Po, Marcela. Lutem. Për protestën nesër dhe organizimin e PS-s. Tani, që kemi një situatë veçantë, kjo duhet pranuar. Që kemi protesta masive, edhe kjo duhet pranuar. Që ka egzagjerime nga të dy palët, ka. Që do të thot, njëra palë mundohet ta reduktoj dhe të thot 2.000 protestus, pala tjetër mundohet ta bëj 500.000 protestus. Unë mendoj që nuk ka asë në mënyrë tja zakonshme, asë në mënyrë minore. Në shesh janë aq sa duhet jenë. Se janë aq sa duhet jenë. Sepse unë mendoj që ka me mira shqiptarë që janë kundër qeverisë, ka me mira shqiptarë që janë kundër Ramës dhe Berishës. Sot më shumë se kur, për shumë ka një lajmë të mirë nga protesta, thirrjet Berisha-Hamburg, Rama-Hamburg, ishin më të forta se kur për t'i dhënë një përgjigje Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra, administrata e Trumpit e mori sot një përgjigje shesh, që do të thotë ata e hoqën në një moment kur shqiptarët nuk e kishin kurajon për ta thënë Berisha-Hamburg, dhe ja hoqën në një moment tjetër kur gjithë populli shqiptar e ka shpallur në ngratë. Prandaj, shpesh herë nuk duhet ta shohim bardhëzi këtë duhet ta shikojmë me gjithë ngjyrat që ajo ka, me gjithë problematikat që ajo ka, me gjithë vlerat që ajo ka. Pse them unë, ndonjëherë është dhe egzageruar. Po ne na duket aq gjigande se ne jemi mësuar me mini protestat e Berishës, që mblidhet tani nga 500 veta, 700 veta, 2000 veta dhe tani sigurisht që kjo do na duket e madhe, se ne u bëm një 15 vite pa opozita, më shumë, edhe PS-ja kur ishte në opozitë, zbritën shumë njerëz. Nuk kemi mësuar të kemi opozita të fortë. E treta, që është shumë e rëndësishme, është që në politikë unë jam munduar të kem një mesazh të qartë. Nëse nga kjo protestë nuk provohet leadership për të garuar për kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë, kjo protest do dështoj. Se do dështoj? Do dështoj sepse do dështoj për faktin sepse në politikë dhe në futboll suksesi matet me rezultat apo dështim. Po, ndjes Kreshnik do dështoj sepse nuk do nxjerrë leadership apo sepse nuk do shkojë te dorëheqja e Ramës, që është qëllimi. Tu po dal. Në futbollit një dhe barazim. Politika o fitore o humbje. Fitoria e kësaj proteste nuk është thjesht dorëheqja e Ramës. Po? Sepse dorëheqja e Ramës nuk zgjidh asgjë. Pse nuk zgjidh asgjë? Nëse kjo protestë nuk prodhon alternativën e re,
të asaj që quhet dhe pretendohet që është elita e re kundër establishmentit vjetër, atëherë ne do shkojmë në zgjedhje me alternativat e vjetra, Rama apo Berisha, dhe nuk kemi zgjidhur asgjë. Pra, si do përfaqësohet, gjithë tani ka dy rrugë, ose kjo protestë dominohet nga një elitë e re, e pa përfaqësuar politikisht, dhe unë dëshiroj të jetë kjo gjë, ose kemi një bashkim grupimesh politike të cilat kanë interesat kundërta dhe nuk do bëhen kur bashkë për të nxjerrë një alternativë të përbashkët. Që do të thotë, nëse ne do dalim konkluzionin që në këtë bulevard janë 5.000 veta të Saliut, 500 veta të Agron Shehaj, 300 veta të Adriatik Lapaj, 500 veta të Albin Kurtit, 500 veta të Arlind Qorrit, 200 veta të Bexhet Pacollit, e tjerë, dhe ja është bërë një bashkim i këtyre që janë kundër, atëherë këta